Atëherë dashur, siç e ceka sot është dita ndërkombëtare e familjes dhe përmes platformave tona online do lidhemi sot me psikologen Mirdita Elezi Ahmedi, me cilën do bisedojmë, le të themi, nga disa aspekte psikologjike rreth kësaj teme. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Nuk e di nëse po dëgjohemi dhe gjithçka është në rregull. Po, atëherë, siç duket më duhet ta përsëris, për shkak se kemi ca parregullsi teknike, do bisedojmë rreth disa aspekteve psikologjike, do e trajtojmë, le të themi, temën për ditën ndërkombëtare të familjes me një psikologe sot. Kam të ftuar me shumë kënaqësi Mirdita Elezi Ahmedi, shumë kënaqësi që ju kam sot në emision. Përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë për ftesën. Jam shumë e lumtur që sot do të jem pjesë e emisionit tuaj dhe më e lumtur për shkak se do të trajtoj një temë shumë të rëndësishme, siç është familja dhe marrëdhëniet brenda saj. Pa humbur kohë, dua të flasim pak, le të trajtojmë ndoshta disa pyetje apo pika që na shqetësojnë kohët e fundit, më shumë gjithëve, ndoshta se cilat janë sfidat më të shpeshta që familjet hasin sot. Mendoj se një nga sfidat më të shpeshta të cilët hasin sot familjet është mungesa e kohës. Po ashtu kemi edhe lodhjen emocionale. Jeta është bërë shumë e shkurtër, shumë e shpejt dhe njerëzit kanë stres, kanë obligime, po ashtu edhe shumë presione të mëdha. Dhe ndonjëherë familjet e kanë vënë re se funksionojnë vetëm në atë nivelin e obligimeve dhe jo në atë lodhjet emocionale. Ka familje të cilat kemi edhe shumë raste të cilat ne i shohim, kemi familje të cilat gjithë ditën rrinë bashkë, do me thënë fizikisht, për problemi është se ato janë të shkëputur emocionalisht. Shpesh në terapi, shoh prindër të cilët vinë me atë idenë se sjellja e fëmijës ka ndryshuar dhe është vetëm problemi tek sjellja e fëmijës, por në momentin që fillon të thellohemi ashtu në bisedë, shohim se çfarë fshihet në të vërtetë pas asaj sjellje të fëmijës. Mund të kemi edhe mungesë të lidhjes emocionale, po ashtu mund të kemi edhe tensione brenda familjes. Po si të ruajmë atëherë lidhjen si familje në përditshmëri, kemi një ritëm, le të themi, akoma më të shpejt të jetës, kohërave të fundit, kemi teknologjinë po ashtu që ka marrë përsipër shumë aspekte jetësore, si të ruajmë këtë marrëdhënien e shëndetshme, sepse mos jemi vetëm fizikisht aty të pranishëm për njëri tjetrin, por faktikisht të mbajmë një lidhje të shëndetshme, të kemi komunikim të hapur me njëri tjetrin. Unë do të thoja komunikimi i hapur është baza e një marrëdhënie të shëndetshme, do të thënë kur njerëzit fillojnë të ndjehen, sidomos anëtarët e familjes, kur fillojnë të ndjehen kur fillojnë të ndjehen të dëgjuar. Dhe në momentin kur fëmia nuk ndihet i paragjykuar, aty mund të krijohet ajo lidhje emocionale e fëmijëve. Zakonisht konflikti nuk lind se nuk ka dashuri familja, por në momentin lind kur fëmiu nuk kuptohet. Dhe asnjëherë, domethënë, në raste të rralla ka klientë të cilët vinë të thonë se familja ime nuk më do. Domethënë, gjithmonë vinë me atë idenë se familja ime nuk më kupton. Domethënë, këtu është ajo se duhet të jemi më të vëmendshëm ndaj emocioneve të fëmijëve tonë dhe familjes në përgjithësi. Si mund ndërtohet të themi kjo marrëdhënie më shëndetshme prindër fëmijë dhe ndoshta gabimet më të shpeshta që këta prindër i bëjnë apo ne i hasim, apo ju vetë si psikologe i hasim? Unë mendoj se duhet ta kemi parasysh se duhet të kemi një dëgjim real, dëgjim të vëmendshëm, prezencë dhe siguri emocionale. Do të thoja këtu se përmendet edhe për teknologjinë. Teknologjia vetveti nuk e shoh edhe si problem, por e shoh problemin në mënyrën se si e përdorim ne teknologjinë. Ne e dim vetëm nga vetë fakti se ne jemi të lidhur online më shumë se kurrë. Por a jemi të lidhur në realitet emocionalisht ne në shtëpi? Do me thënë, mungojnë ato bisedat e vogla, ai shikimi sy më sy, do të thoja dëgjimi real, dhe shohim shumë familje të cilat jetojnë me vite bashkë, por në realitet nuk ka pasur asnjëherë biseda reale. Por domethënë mundemi të flasim gjithë ditën për obligime, por asnjëherë mënyrën se si ndjehemi ne në realitet. Këtu është ajo ngecja e jonë, do të thoja.
Çfarë duhet bërë në këtë rast, edhe sa le të themi realisht atëherë nëse faktikisht nuk kemi komunikim të hapur, nëse faktikisht nuk bëjmë biseda të shëndetshme apo të kujdesemi për shëndetin emocional dhe mendor në këtë rast, sa faktikisht ne e njohim njëri tjetrin në të vërtetë? Faktikisht ne shumë pak e njohim njëri tjetrin. Shiko, duhet si pikë e parë duhet njeriu të fillojë edhe nga vetja. Sa e njefti veten, sa i neglizhojmë ne ndjenjat e jona. Sa kemi punuar me veten, se këtu njerëzit nuk folet për diçka, unë shoh shumë shqetësuese në faktin që njerëzit nuk janë të vetëdijshëm. Nuk janë të vetëdijshëm as për ndjenjat e veta. E ti tash nuk mundemi të presim ne të kuptojmë tjetrin, duke mos mundur të kuptojsh vetveten e jote dhe të ikish nga ajo realiteti i ndjenjave tua. Ndë dhe më herët që vinë prindër, le të themi edhe thonë që sjellja e fëmijës, domethënë ka ndruar apo nuk është më e njëjta. Domethënë kemi le të themi një lloj anashkalimi të fajit ton apo të fajit të prindërve në këtë rast që kërkojnë fajin apo ndrimin apo ndryshimin vetëm tek fëmia dhe nuk e kuptojnë që është diçka e anasjelltas edhe diçka që bashkëpunimi le të themi apo gërshëtimi i sjelljes. Pa tjetër që është bashkëpunim mes prindërve dhe fëmijës, por prindrit tentojnë, unë jam e sigurt se vetë jam nën, do me thënë tentojnë maksimumin të apim për fëmijët tonë. Por sa jemi të vetëdijshëm se çfarë japim. Dhe këtu lind ajo se në moment që fëmiu ndjehet i anashkaluar, këtu kemi edhe ndryshim në sjellje. Si ta dallojmë për shembull një ndryshim të sjellje. Kemi izolimin, kemi heshtjen, kemi nervozën, kemi mungesë energjie, kemi edhe tërheqje emocionale, se rrallë herë ndoshta nuk vinë të thonë njerëzit se unë nuk jam mirë, por zakonisht e tregojnë, domethënë atë ndjenjen emocionale çdo herë e tregojnë në bazë të sjelljes. Qoftë prindri, qoftë edhe fëmiu. Na ilustron pak, patjetër jo s'flas me emra apo me shembuj konkret, por që ta kuptojmë dhe neve më mirë se ndoshta cilat sjellje i prezantojnë cilat probleme ose si dallohen, domethënë. Bëhen më të heshtur, domethënë bëhen më të mbyllur emocionalisht. E unë shpesh herë them se fëmijët nuk dëgjojnë me vesh. Nuk dëgjojnë vetëm me vesh, domethënë ato ndjejnë edhe atmosferën emocionale që është në familje. Ato vrejnë çdo gjë, vrejnë çdo konflikt, çdo menaxhim konflikti, do të thoja, domethënë bëhen më të ndjeshëm, të tërhequr, më të izoluar. Dhe disa herë i llogarisim edhe si problematik ato fëmijë që janë më të heshtur, por fakt ato po reagojnë ndaj atmosferës që kanë atmosferës emocionale që kanë në shtëpinë e tyre. Vjen kjo ndoshta edhe si pasojë kjo le të themi kjo sjellja e fëmijëve për shkak se si shtat jeni vetë nën për çfarë faktikisht ne ju japim fëmijëve përveç gjërave kuptohet materiale dhe që është për obligim t'ja u mundësosh fëmijëve pasi që kuptohet i kemi bërë vetë dhe është diçka që është me detyrë. Por ndoshta gjendjen emocionale edhe atë mendore nuk është se e kuptojmë mjaftueshëm apo e trajtojmë mjaftueshëm atë sa duhet. Ndoshta ngecja ose një nga gabimet që bëhen. Tani, unë jam shumë e lumtur që ky shëndeti mendor ka filluar edhe të flitet pak më hapur, por ajo stigma ende ekziston. Tani fëmijët, ne nuk dim, unë do të jemi të gjithë të vetëdijshëm se prindër perfekt nuk ka edhe as që kërkojmë, domethënë as që kërkojmë të jemi prindër perfekt, por zakonisht prindrit mundohen se e përmende edhe tek ti ushqim, patjetër, domethënë është nevoja bazë, duke marrur parasysh edhe atë piramidën e Maslowit, ne kemi ushqyerjen, domethënë ne kemi të patjetërshme, por zakonisht shoh prindër që blejnë gjëra të shtrejta, duke menduar se në një farë mënyre mundemi edhe ta kompenzojmë atë dëmin, në thojza do të bëja, emocional të cilën nuk japim fëmijës. Thjesht vetëdijsimi i ulët, këtë besoj se e bën, por besoj se ka njerëz
të cilët vinë në terapi, ka prindër të cilët nuk presin që problemi të bëhet gjigant ose problemi të shkojë nëpër masa shumë të mëdha. Por domethënë vinë edhe kur mundet të parandalohet si problem, domethënë mos shkojnë në një shkallë kaotike. Po si të krijohet një marrëdhënie e shëndetshme atëherë? Qoftë nga fillimi ose edhe pas disa gabimeve të bëra ose pas ndoshta problemeve që vetë se janë aty, gjenden aty mes nesh. Do thoja këshilla tash, për këshilla të mos kërkojmë perfeksionin. Kjo është gjithmonë. Domethënë mos kërkojmë perfeksionin, të kërkojmë afërsinë, të kërkojmë dashurinë dhe të kërkojmë mirëkuptimin, tu kushtojmë rëndësi shumë emocioneve dhe jo vetëm obligimeve të jona si prindër që jemi, komunikimi i hapur, gjithashtu edhe respekti. E tash do thoja edhe dy gabime të cilët ne prindrit i bëjmë me vetdi ose pa vetdije, në momentin kur ne minimizojmë sjelljen e fëmijës tonë. Domethënë fëmiu është duke qarë, ne i thomi nuk është gjë, mos qaj, s'të dhem. Domethënë a për fëmijën ata momente janë shumë reale. Ne çka bëjmë, ne minimizojmë sjelljen. Një tjetër gabim që bëjmë ne prindrit është krahasimi me të tjerët. Domethënë ne zakonisht fokusohemi tek notat. Do marr shembull, fokusohemi tek notat dhe jo tek sjellja e fëmijës. E tash ajo dihet ajo gjë se në secilën familje ka probleme. Ajo është mos e normale, por edhe mënyra se si menaxhojmë ne si prindër, nesër në të ardhmen do të menaxhojnë edhe ato se në një farë mënyre ne jemi edhe model nga fëmijët. Dihet se fëmiu mëson edhe nga modelit të cilën shef nga atmosfera familjare. Besoj duke bërë këto dy gabime, pastaj le të themi krijohet edhe një portë apo një derë që në të ardhmen nëse do kenë diçka le të themi problem ose një nevojë për të shfryrë ose për mbështetje nuk do drejtohen më tek prindërit sepse emocionet e tyre nuk janë validuar dhe po ashtu edhe shpesh krahasohen me të tjerë, kështu që edhe ju krijohet një farë ndasie me prindërin që supozohet të jetë një nga personat më të afërt në jetë. Do me thonë edhe, kam parë edhe fëmijë, do me thonë kam parë raste kur fëmiu ka filluar të ndryshojë për mirë, folim në momentin që nuk është ndëshkuar. Do me thonë, në momentin që ai ka filluar të ndjeti dëgjuar, në momentin që ai ka filluar të ndjeti pranuar me të gjithë gabimet, si fëmijë çka është, do me thonë dhe bashkëmire përmende hapet një portë ose mbyllet ajo portë nëse ne vazhdimisht krahasojmë ose bëjmë. Në momentin që ti e pranon fëmijën ashtu siç është, siç duhet gjithë njerëzit në fakt i pranojnë, atëherë kemi atë urën lidhëse prind-fëmijë, që të kemi edhe bashkëpunim edhe menaxhim të situatave. Vendosja e kufive, sepse përveç gjërave të bukura që duhet të ofrojmë, patjetër prindërit i kanë edhe ato obligime të tyre që të jenë shpeshherë ta mbajnë barrën, të jenë strikt apo të parandalojnë gjëra. Vendosja e kufive tek fëmia, çfarë roli luan dhe sa rëndësishme faktikisht është? Vendosja e kufive unë e dua shumë, do me thënë është e rëndësishme të vendosin kufi, për shkak se tek fëmiu krijohet një farë sigurie dhe një farë strukturimi, do të thoja. Por, duhet të kemi shumë kujdes mënyrën se si vendosim kufit. Do me thënë, tani mos vendoset kufiri në mënyrë frige ose ndëshkimi, por të jetë një formë kujdesi, jo ndëshkim ose pushtërim i vendosja kufive. Dhe po jam pro kundër vendosjeve të kufive. Nëse nuk gaboj, do të thonë kufit që vendosim apo siç thua edhe mënyra apo qasja se si e bëjmë këtë, pastaj bëhet le të themi një zinxhir që në të ardhmen ndikon edhe në aspekte të tjera të jetës apo mënyrën se si ne i vendosim kufit me të tjerë apo kufit që i lejojmë të na vendosen apo të na shkelen nga të tjerë. Patjetër, do me thënë për atë shkak duhet të kemi edhe kujdes se si flasim me fëmijën, se disa herë edhe bëjmë gabime, patjetër që bëjmë gabime, jemi larg perfeksionizmit, por ai zëri jon, ndoshta në të ardhmen do të jetë edhe zëri i brendshëm i atij fëmiu, për shkak duhet në një farë mënyrë të jemi pak më të butë, pak më si të them, më të jemi aty. Të paktën edhe ato
në fakt edhe 15 minuta ndonjëherë mjaftojnë për fëmijën që ato 15 minuta të jenë kualitative, të kenë cilësi. Konfliktet besoj të pashmangshme, apo debatet, le themi, çdo kush i ka, çdo familje, çdo person, çdo çift, prindër, fëmijë, shoqëri, gjithandej, mënyrat më të mira ndoshta për t'i zgjidhur edhe thjesht për të reflektuar mbi to, apo mënyrat që t'i ruajmë mos ne dëmtojmë thellësisht marrëdhënien. Mendoj se mirë do të ishte shmangja ofendimeve, ironit, nxjerrja e gabimeve të së kaluarës, domethënë thash edhe parës një fjalë e thënë në nervoz ose një fjalë e keqe mund të mbesi gjatë në kujtesën e një personi. Dhe ne si njerëz jemi të prirur zakonisht të kujtojmë gjërat e këqija. Domethënë shumë më lehtë kujtohen ato gjërat të cilët të ka lënduar sesa ato gjërat të cilat ti me të vërtetë ke pasur kënaqësi ose i ke shijuar. Për atë shkak duhet të flasim pak më me respekt. Edhe ne si prindër, fundja duhet të pranojmë edhe përgjegjësitë tona, të pranojmë edhe kur gabojmë, se patjetër që gabojmë. Dhe në këtë rast, unë do të thoja se nuk duhet në moment kur kemi ne konflikt, nuk duhet të fitoj egoja, por duhet të fitoj ajo marrëdhënia. Dhe unë shpesh herë them një fjalë që më pëlqen shumë, për të ndonjëherë duhet të largohesh nga betejë për të fituar luftën. Ndonjëherë ajo ndoshta të ngrish durët disa herë do të ishte më e mirë sesa të shkosh në poshtërsi, në ironi dhe në ofendime. Tërheqja le themi ose thjesht një pranim faje apo heshtja ose janë mënyra më të mira thua për të qetësuar tensionet, për të mos devijuar, domethënë debati apo për të mos shkalluar në nivele të tjera, sesa të vazhdojmë tutje. Si ndikojnë konfliktet e vazhdueshme në familje tek fëmijët? Ndikojnë, domethënë patjetër që ndikojnë, domethënë fëmijët ndikojnë shumë edhe nga atmosfera emocionale në shtëpi. Kemi, siç e thash edhe para, fëmijët janë shumë të vëmendshëm. Ndoshta ndonjëherë na duket neve se nuk dëgjojnë, por ato dëgjojnë gjithçka. Dhe patjetër që ndikon, domethënë në mbjelljen e emocioneve pozitive, gjithashtu edhe negative. Dhe duhet të kemi shumë kujdes në mënyrën se si zgjedhim ne konfliktet. Por ndonjëherë është mirë edhe të shihen konfliktet minimale të vogla që fëmiu në një farë mënyrë të di se fundja kjo është jeta. Jeta ka konflikte, jeta ka gjithashtu edhe zgjidhje. Është pa diskutim shumë e rëndësishme që fëmiu të ketë stabilitet emocional në familje. Si të dallojmë, jo vetëm fëmijët, po edhe anëtarët të tjerë në familje, kushdo qoftë, që kanë, domethënë po përjetojnë vështirësi emocionale dhe sa tabu është faktikisht akoma, le të themi, kërkimi i ndihmës psikologjike në këtë rast në familjet tona. Fatmirësisht, saç edhe parë, flitet për shëndetin mendor, vazhdon të jetë tabu, por është e rëndësishme që njerëzit të vetëdijsohen se kemi mundësi të bëhemi më të mirë, kemi mundësi të bëhemi verzioni më i mirë i vetes. Jo vetëm të rrim në verzione të cilat të dikushme dhe të jemi komfort në situatën tonë. Prandaj gjithmonë e bërtas se nëse ka nevojë secili nga anëtarët e familjes, secili njeri të drejtohet tek psikologu, tek psikiatri, tek psikoterapisti. Domethënë është shumë e rëndësishme në momentin kur detektohet diçka, në momentin kur detektohet, është mirë që mos e lejojmë të bëhet më e madhe gjëja. Në momentin që është më e vogël ajo presioni, më lehtë mund të vim deri tek rezultatet pozitive. Si do mund, ndoshta ke ndonjë këshill apo sugjerim se si do mund t'ju qaseshim këtyre personave, më thënë shohim dikë që është në këtë fazë, ka këtë nevojë, ne si familje, si do mund ta bënim këtë qasje sa më të lehtë, sa më të pranueshme? Ndihma nga ata që janë adekuat për këtë punë.
Në fund të ditës, fëmia ka nevojë për më shumë familja, ose fëmia ka nevojë më shumë për mbështetje emocionale, mirëkuptim dhe dashuri. Do me thënë, njerëzit mos kërkojnë perfeksionin, njerëzit, dhe kjo më pëlqen shumë, do me thënë se njerëzit harrojnë shumë gjëra, por nuk harrojnë se si janë ndjerë kur kanë qenë pranë familjes së tyre. Do me thënë, gjëja më e bukur që mundemi ta japim për njëri tjetrin, unë do të thoja është prezenca, mirëkuptimi dhe dashuria. Biseduam dhe në fillim, sepse është një ritëm i shpejt jete, në përgjithësi kemi shumë angazhime, shpesh nuk jemi aty, nuk jemi prezente dhe me mendje dhe me ndjenja edhe pse fizikisht jemi pra njëri tjetrit. Si mund, le të themi, të krijojmë më shumë momente familjare, më shumë momente emocionale në familje, tashmë pavarësisht angazhimeve? Disa herë edhe ne kërkojmë shumë, por thash edhe parës, edhe 30 minuta, një ecje, do me thënë e bukur, sidomos pa telefon, një darkë pa telefon, një shëtitje e bukur, një dëgjim aktiv, se ne dëgjojmë, por a dëgjojmë aktivisht. Një shembull konkret do të thoja, dje vizatoja me djalin e vogël dhe ai dëshiron prezencën time. Dhe unë u vetë distova në momentin se unë kisha telefonin në dorë. Edhe më tha djali, do me thënë, mami, të lutem vendose telefonin anësh. Do me thënë, më vetëdisoj djali, për fat të keq, do me thënë, më vetëdisoj djali, fëmijët duan kohë kualitative. Ti mundesh të rish 12 orë me fëmijën, por nuk ke kuantitet, nuk kemi kualitet. Do me thënë, na mungon kualiteti. Sa më shumë t'i dëgjojmë, sa më shumë t'i jemi pranë, kjo krijon atë afërsinë emocionale, prania njëri tjetrit, kontakti që mund ta kemi. Po ja afrohemi fundit të bisedës, gjithsesi do doja le të themi si një përmbyllje apo një finalizim të kësaj teme kaq të rëndësishme, se cila do jepje si 3 këshilla apo 3 pika që gjithsecili prej nesh, varësisht rolit që kemi në familje, t'i ketë parasysh për të pasur një familje sa më të shëndetshme. Këshilla ka plot, por 3 që unë preferoj që t'i ketë secili individ, edhe unë vetë, do me thënë komunikim të hapur dhe respekt, të kushtojmë rëndësi emocioneve tona si pikë e parë, po ashtu edhe të familjarëve tjera, jo vetëm obligimeve që kemi, gjithashtu edhe mos kërkojmë perfeksionizmin, të kërkojmë afërsinë, të kërkojmë mirëkuptimin dhe atë sigurinë emocionale. Unë falenderoj shumë që ke gjetur kohë dhe mundësi tjerë sot me ne, vërtet shumë kënaqësi që të kisha për këtë temë kaq të rëndësishme, një bisedë shumë e këndshme, me vlerë dhe me peshë, dhe uroj që ritakohemi për të tjera tema dhe shihemi patjetër përsëri. Faleminderit shumë Artemisa, kalosh i bukur. Faleminderit. E tash të dashur, duke ju uruar ditën ndërkombëtare të familjes, unë ju përshëndes dhe për sot dhe për këtë javë, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme, ne ritakohemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.